Arti shqiptar është tronditur thellë nga lajmi I ndarjes nga jeta në moshë të re të këngëtarit të njohur Shpat Kasapi. Artisti nga Tetova, I lindur më 1 maj 1985, ishte një nga zërat më të dashur dhe më të veçantë të muzikës shqiptare. Ai ndërtoi një karrierë të gjatë dhe të suksesshme duke sjellë këngë që do të mbeten gjatë në kujtesën e publikut. Shpat Kasapi pësoi një arrest kardiak gjatë një turneu muzikor në Itali ku ndodhej për koncerte. Lajmi I trish ka prekur thellë fansat, kolegët dhe komunitetin artistik, duke lënë një boshllëk të madh në skenën muzikore. I rritur në një familje me traditë muzikore, ai nisi karrierën në fillim të viteve 2000 dhe shumë shpejt u bë një nga idhujt e rinisë. Zëri I tij karakteristik, stili I veçantë dhe prania energjike në skenën ndihmuan të shndrohet në një nga artistët më të pëlqyer të kohës. Repertori I tij përfshin hite që u kthyen në këngë ikonike si Valle Kosovare, Axhamiu, Dashni Palimit, Aroma e saj dhe Kush të ndau prej meje. Këto projekte jo vetëm I siguruan sukses, por edhe vulosën emrin e tij në historinë e muzikës shqiptare. Kasapi mori pjesë në shumë festivale dhe bashkëpunoi me emra të njohur të skenës, duke krijuar një trashëgimi muzikore që vazhdon të dëgjohet dhe të vlerësohet. Ndarja e tij e papritur nga jeta ka sjellë dhimbje dhe trishtim të madh tek ardashësit, të cilët do ta kujtojnë gjithmonë për muzikën dhe shpirtin e tij artistik.